punën që e nisën qetë me mëngjes, se quan kështu deri pas dite. Në MM dhe SM, derisa po e ushtronin detyren e tyre në spitalin e Mitrovicës, Dr. Sami Haxhibeqiri, saktësisht në repartin e ortopedis, u sulmuan fizikisht të enjtën. Dy të parët që punonin sigurim fizik e treta si infermiere, dyshohet se u rahën nga disa familjar të një pacienti. Kjo thuhet se erdhi pasi të njëjtit ju kërkuan këtyre të fundit që të dalin jashtë dhe me pacientin të qëndronte veç njëri. Jo zyrtarisht, televizioni mëson se pas kësaj kërkese, muhabeti në dhomën e repartit eskaloi me sulm fizik, ku njëri punëtor sigurimi u godit me karrige në kokë derisa kolegut e tij i u thyen syzet, kurse infermieria pësoi në shpinë. Si pasojë e këtij incidenti, 3 punëtorët e spitalit kanë marrë trajtim emergjent mjekësor. Spitali dënon çdo formë të dhunës ndaj stafit shëndetësor dhe punëtorëve të sigurimit fizik, si dhe kërkon nga organet kompetente që rasti të trajtohet shpejt në përputhje me ligjin. Për këtë rast ka reaguar edhe oda e infermierëve, të cilët kërkuan veprim institucional. Sulmet e tilla janë të patolerueshme dhe përbëjnë shkelje të rënd të ligjit dhe të drejtave themelore të punëtorëve. Kërkojmë nga organet kompetente që rasti të trajtohet me urgjencë dhe përgjegjësit të përballen me drejtësinë, ndërsa institucionet shëndetësore dhe ato të sigurisë të marrin masa konkrete për garantimin e sigurisë së stafit në vendin e punës. Organet e rendit tashmë po merren me rastin. Derisa burimet i bëjnë me dije klanit se grupi ishte i përbërë nga disa të rinj.